Ai është vrarë jashtë makinës tha dhe makina është hedhur tha në është rëshuar. Të pjesë Sokol Oldashit të tregoj diçka dhe kjo është sinqert. Është sinqert sepse unë kam udhëtuar me babain e një deputete në zonën e Jugut, i cili shkoja për në Sarand, po e tregoj tani sepse po shkoja për Sarand dhe në momentin që më mori në makinë, më thotë Albenja. Albanezi. Dhe thotë unë thotë jam këtu jam punoj tek një nga firmat e këtyre makinave të mira. Dhe kam dhëndrin aty tha që është i madh, makinat që vinin nga Gjermania. Po i thash, si kjo makina tha që ke i purti tha, ishte pikërisht dhe Sokol Oldashi tha. Po njëta gjitha. Domethënë ishte e njëjta, ka ardhur makina e Sokol Oldashi tha. Ka ardhur tha pikërisht nga kompania që unë jam tha, domethënë ish Amina Xhera drejtor, nuk domethënë ku kam pikërisht tha kam dhëndrin aty tha që është i madh, është në Gjermani tha dhe i thash, po mirë, thash, kjo tha makinë, tha, po të bjeri, nuk i del pjesa e tavanit, tha. Të jeni të sigurt, tha, unë flas, tha, unë jam brenda kompanisë, e di se si ndërtohet, tha, se si bëhet makina, tha, se si që nga faza e parë deri në fazën e përfundimit të saj, të makinës, flasim gjithmonë. Dhe që kam bindje, tha, që Sokol Oldashi është vrarë, tha, është vrarë edhe për shumë arsye, të cilat kurse nuk duhet të futem në ata anë, por dinim që kishte edhe shoqërues, se tha shoferi i tij mos harro. Shoferi i tij tha që ka qenë me një person tjetër makinë. Cili që personi tjetër? Dëgjon, a ke informacion? Nëse ke. Jo, unë mund ta them, po. Është akuzë dhe shumë akuzë rëndë, sepse në mikrofon gjithë secili ma përgjegjësi për atë se çka thotë. Unë s'po them, tani unë se di, jo s'po them unë, se di, nuk e di. Po, ai dini që është pas shoqëruar, unë nuk hyj te jeta private e tij, po është pas shoqëruar me një grua të martuar, dhe burri i saj, më saktë sepse tashmë janë ndarë, sot ka një rol shumë të rëndësishëm. Sot është njeriu i cili ka një rol shumë të rëndësishëm. Vërtet vjen një herë në 4 vjet ai person. Vjen një herë në 4 vjet, nuk është kryeministri. Jo, është shumë i rëndësishëm sepse ka një post drejtues dhe burri i saj, e thash edhe një herë, grua që ishte në shoqërinë e Sokol Oldashit, sot është pikërisht, po them kështu, me ish gruan dhe motrën e diot. Ka qenë Sokol Oldashi. Ka qenë i shoqëruar, ka thënë shoferi. Këtë po e them edhe një herë, ka qenë shoferi i cili ka thënë ka qenë i shoqëruar. Doli e vërteta që ishte me motrën e dhe ish gruaja e në atë kohë që sot është në rolin e kryetarit është tepër e rëndë se si ne shikojmë të themi. Kjo thuhet media se thuhet në media, është në media kjo? Në fakt ka dhënë deklaratë në media. Shoferi po, më një herë pasaj, unë do ta them, për mos e them media këtu, do ta them jashtë kamerave se cila media është publike domethënë, po që është publike dhe ka thënë pikërisht që është pikërisht. Po mirë, çfarë lidhje ka kjo me vdekjen e Sokol Oldashit? Tani, aty treguan, unë thash që tregova një rast që babai i një deputeteje tregoi që kjo makinë nuk çahet kollaj. Ai tha që e vetmja gjë që siç e mendoi, tha, ai është vrarë jashtë makinës tha dhe makina është hedhur tha është rëshuar. Se kjo makina nuk ka asnjë shans, makina aty tha sot pra, ti thua që nuk është vdekje për shkak të aksidentit, por e kanë vrarë. Kjo është i sigurt, edhe ekspertiza ka thënë këtë? Tani për ekspertizën sepse shumë me showbiz me sport edhe janë disa të cilat e bëjnë ekspertizën sipas dëshirës. A thua sipas interesave? Sipas dëshirës. Unë them sipas dëshirës, aty ishte sipas interesave, do kishin frikë të gjithë nga Spaku dhe nga Altin Dumani që është sot. Kështu që unë mendoj sipas dëshirës. Dhe jo sipas. Kush mendon se ka gisht në vrasjen kështu në vdekjen e Sokol Oldashit? Pra, çfarë lidhje kanë këto, kjo lidhje që bëre ti, nusja e tij dhe ish nusja e tij dhe motra e Çfarë lidhje ka kjo me vdekjen e Sokol Oldashi? Unë e thash, motra
Dhe ish gruaja, sepse motra ka qenë ish gruaja e Po. do të thënë flasim për njëjtin person i cili është motra dhe ka qenë gruaja e Po. që ata kanë qenë të shoqëruar. Por diskutoj do të thënë në atë periudhë që që ka qenë një nga sipas tyre, do të thënë kishte aq pushtet sa dhe mund ta vriste. Po tani njëri mes të dyve dhe Fatmir Mediut ka gisht, mendoj, sepse ka dhënë urdhër të paktën që makina të mos t'i kapnin frenat, i kanë hequr ato të frenave. Dhe detyrimisht që duke shkuar në atë lloj mënyre, njëra është ajo, por tjetra flitet. Kush ka dhënë urdhër? Mendoj njëri Mediu dhe Celibashi. Këto kanë gishtë? S'ka tjetër, s'ka logjik tjetër Po që mirë, se si tani po i ngatron pak situatën. jo, unë s'po motroj, se është motra Ti e do i ka Fatmir heq Mediut. i ka heq atë ke frenat thua. Tash njëra mund jetë. Njëra mund jetë kjo dhe pak më tjetër është parë. vrarja. Vrasja përpara se të Pak më lart thëqe e kanë vrarë para. Edhe njëra është heqja e atyre të frenave, do të thotë që mos kapin frenat, dhe tjetra saktë. mendohet që mund jetë të vrarë jashtë makinës, do të thënë siç është përmendur. Por kjo ajo- prap kjo me frenat kjo bie për shkak se ti na bëre një hyrje shumë gjatë që thje që është një nga makinat më të sigurta për shkak të referencave ose informacionit që të dha. Saj, siç na tham, po është e ti vërtet. të thënë. Por unë mendoj Edhe kjo distanca, frenave bie, gjëra, po. do të thënë nuk është se ka rënë në një te ka parë gjithë Shqipëria. Atë vendi ku ka parë pikërisht atë më than. Dhe vendi ku ka rënë aty dhe nuk ka asnjë lloj shansi. Pra më shumë Dhe unë mendoj që anon- është vrarë, është vrarë. Është vrarë jashtë makinës. Prandaj thashë, unë pse thashë kjo mendohet që ai mund të jenë hequr ato frenat, gjithë diskutimet që janë aluduar siç u bë dhe me vrasjen pak ditë më parë të gjyqtarit. Na mund se pa më parë të me vrasë tani Jo, po kthehen kështu. pak ditë më parë të shpesh. gjyqtarit të Si e shek dhe për ta përmbledhur tani që mos marrë dhe shumë kohë ty për sa i përket kësaj vrasjes së gjyqtarit. Si e lexon domethënë gjithë situatën? Ke një gjë në kokën tënde, një mendim, një qëndrim? Tani, djali ka moshën time. Djali që ka bërë Autori pra. autori, domethënë ka moshën time, pothuajse 1 ose 2 vite diferencë. Pa. Bëhet. Por unë mendoj që kurse nuk është zgjidhje vrasja. Gjykatat e dim se si funksionojnë, e dim korrupsionin që ekziston në to, i kemi parë sepse kam qenë edhe disa herë jam përballë me gjyqe, me padrejtësi edhe në seanca gjyqësore, por unë do thoja që problemi nuk zgjidhet me vrasje. Me vrasje. Po. Nuk zgjidhet me vrasje, është një akt vërtet shumë i rënd dhe mendoj që cënon si thua të drejtën e çdo kujt, nuk është thjesht një gjyqtar, ai është e para është një njeri dhe kam pat një rast jo drejt për drejt, po një afër imi me zotin Kalaja dhe unë u them diçka që një nga njerëzit që nëse shikonde që diçka shkonde për mirë ta thoshe që në fillim, që mos vazhdo më tutje, domethënë për të kërkuar ose nëse ishte në sensin e keq, thoshte ti je për të dënuar, mos pretendo kot që të marrësh pavarësi sepse ti je për të dënuar, ti do dënohesh. Dhe nëse ama kishte një gjë do ishte drejt për drejt, ishte një nga gjyqtarët që jo më kot kishte mbi 30 vite eksperiencë si gjyqtar. Tani po mendoj që vrasja ka ardhur edhe duke qenë se ishin nga Shkodra të treja palet. Pala e cila ishte me mbiemër Kurtaj, këta me mbiemër Shkambi, por njëkohësisht edhe gjyqtari Astrid Kalaja është pikërisht nga qyteti i Shkodrës. Dhe mendoj që ai duhet ta njihte sepse duke qenë nga Shkodra duhet ta njihte atë hamendësimin ose pikërisht mendsinë e asaj zone që dihet me një gjë. Dhe vetë kishte thënë me kolegët e tij siç u tha nëpër media që un kam një gjyq tepër problematik sot. Ai e dinte se që ata ishin problematik si njerëz. Atëherë është vërtet e rëndë. Por u thash edhe në fillim që nuk është zgjidhja, nuk është vrasja dhe kurse si s'duhet të ndodhte kështu. A sheti këtu një zemrat të popullit shqiptar, të shqiptarëve? Dhe për çfarë arsye ka ardhur kjo në këtë pikë? Me mënyrën e sorollatjeve të seancave gjyqësore, që të gjykata e shkallës parë, gjykatës lartë, gjykatës apelit, kalojnë disa shkallë dhe në fund vendosin sipas si thua atje ku anon peshorja më tepër. Anon peshorja në sensin ata vendosin të drejtën edhe pjesën e lekëve. Detyrimisht që gjyqtarit atje ku i thot ai dhe i ofron qoftë edhe pak lekë më tepër, ai detyrimisht do mbrojnë anën e lekut. Edhe kjo është në kohët e sotme. Flasim është parë për mënyrën regoni, flisim për dokumenta falso.
një nga person, domethënë një nga familjet është me ose shkambi ose këta me mjemër kurta ishte me dokument falso, atëherë kush? Hajde me Si ka mundësi që pati gish domethënë ata po nuk prokurori, bëhet kjo, avokatët, si gjykatës, po si nuk- drejtësia domethënë nuk Po nuk bëhet. bëhet, atë që është në dianinë e tyre kjo është 100% e sigurt, se një gjë, mos mendoni ju edhe këto rastet e tjera. A mendoni ju që nuk ka firm kryeministi nuk ka firmosur asgjë? Kështu që Edi Rama, qose na shef thua? Na shef thua? po shikoni se shikoni kanë kapur duke ndjekur këto rrjetet sociale. E kanë parë edhe Duhet po, pa pisë, s'bot. kanë ndjekur edhe për gjitha emisionet, kështu që Ja, qosi na shikon. Përshëndesim. Je lart mallnish këqësi, sultan mbreti, mret. Pa jetën e gjatë, po punë është se duke pasur ti jetën e gjatë, po shkurtohet jeta e shqiptarëve. Tamam? Shkurtohet jeta e shqiptarëve, kështu si po Përshëndes. vinë gjërat, do të jetë tepër e vështirë që nëse gjykatat nuk ose nëse drejtësia nuk zgjidhet, kjo do të kalojnë veç gjyqësi siç bëri pikërisht edhe zotëria. Uroj të mos ndodh kështu. Ti thua që pritet të kthehet në trend, në mod, të gjitha Sorollatja, jo nuk është normal, nuk them se është normale. Po që mënyra se si nëse lihet në këtë formë do ta kthejnë vetë gjyqësi. Nuk vuj dorën drejtësia e vërtet. Nëse nuk vjen drejtësia e vërtet, mendoj që do të jetë problem shumë dhe do të kërkojë ndoshta masa më të repta. Do shkojnë me tank, jo vetëm me pistolet. Tamam me tank. Nëse keni parë këta policë me skafanda do duhet të paisen ashtu në gjykata. Por e thash, nuk duhet dhe nuk uroj që të vi kjo kohë, por nëse drejtësia nuk vjen dhe nuk vendoset në vend një ditë, kjo do të jetë rruga si do të bëhet trendi. Kështu që mos i çoni njerëzit drejt kësaj vetë gjyqësisë siç bëri zotëria, të cilën askujt nuk ja uroj. Jo gjyqtarit dhe po askujt. As hasmin i thon për mos të ndodhë një gjë tjetër. Bravo, ky është mesazhi.